Kryeministri Edi Rama në episodin e radhës të podcastit Flasim këtë të diel u ndal tek Dita e Europës. Rama u shpreh se kjo ditë e gjeti Shqipërinë më pranë Bashkimit Evropian. Kryeministri foli për avancim të negociatave dhe rezultate konkrete. Në 9 maj, në Ditën e Europës, Shqipëria e gjeti veten më pranë se kur Bashkimit Evropian. Për herë të parë, pas shumë dekadash, rruga drejt Bashkimit Evropian nuk duket më si një horizont i largët, por si një maj tani më e kapshme me sy dhe e arritshme në kohën që kemi në dispozicion. Negociatat kanë avancuar me ritëm, kapitujt janë hapur në kohë rekord. Marrëdhënia me Bashkimin Evropian ndërtohet ditë pas dite me rezultate konkrete dhe tani më Komisioni Evropian dhe vendet anëtare përmes ambasadorëve të tyre janë në një fazë kyçe të procesit ku diskutojnë raportin e komisionit, i cili nënvizon se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha detyrat e shtëpisë dhe është e gatshme të hyjë në fazën e mbylljes kapitujve. Kreu i qeverisë u ndal edhe te Kongresi Botëror i Ligjit, të cilin e cilësoi si një ngjarje që tregon vullnetin e qeverisë për të garantuar paprekshmërinë e sistemit të drejtësisë. Diçka e pa imagjinueshme deri disa vite më parë, sepse kjo nuk është thjesht një ngjarje për turizmin, kjo nuk është thjesht një ngjarje për zhvillimin ekonomik. Kjo është një ngjarje që përcakton një epokë, që përcakton hapjen e një epoke tani më të konfirmuar nga respekti i platformës së Kongresit Botëror të Ligjit, që nuk do të vinte kurrë në Shqipërinë deri disa vite më parë, sepse nuk do të kishte asnjë mundësi të fliste dhe të referonte nga ky vend për sundimin e ligjit, për kushtimin e shteteve demokratike ndaj sundimit të ligjit dhe për vullnetin e shumicave qeverisëse për të garantuar paprekshmërinë e sistemit të drejtësisë. Rama foli edhe për projektin EU for Municipalities 2 që lidhet drejt për drejt me modernizimin e qeverisjes vendore. Kryeministri u shpreh se ky projekt ka në fokus rritjen e kapaciteteve të bashkive që të jenë konkurruese për të thithur më shumë fonde nga Bashkimi Evropian. Java ka pasur edhe një tjetër moment me rëndësi për të shënuar, lancimin e programit EU for Municipalities, Europa apo Bashkimi Evropian për pushtetin vendor. Faza e dytë, një program i mbështetur nga Bashkimi Evropian, që lidhet drejt për drejt me modernizimin e qeverisjes vendore, me forcimin e rolit bashkive në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe me rritjen e kapaciteteve të tyre për të bërë më të gatshme që të jenë konkurruese në përpjekjen për të thithur më shumë nesër fonde nga Bashkimi Evropian. Kryeministri Rama u ndal edhe tek raporti i medias me politikën, duke folur lidhur me këtë çështje. Rama u shpreh se realiteti faktik i këtij raporti dhe mazhorancës nuk është ai që pretendohet nga opozita. Sipas kreut të qeverisë, shumica e kohës televizive në Shqipëri merret nga opozita për të shprehur qëndrimet e veta kundër qeverisë.